Banorët e Tropojës marrin shërbimin mjekësor falas në Kosovë, po të mos jetë Gjakova vdesim. Banorët e Bajramcurit dhe të Hasit duket se kanë gjetur zgjidhjen për marrjen e shërbimit shëndetësor duke kaluar kufirin drejt Kosovës. Vetë banorët shprehen se qoftë për vizita mjekësore apo ndërhyrje kirurgjikale i drejtojnë spitalit Gjakovës, pasi në spitalin e Bajramcurit mungojnë shumë mjek specialistë si për të rriturit ashtu edhe për moshën pediatrike. Në Tropoj nuk ka mjek, shkojmë në Gjakovë, e kemi afër, janë doktor të mirë, thot një qytetare Bajramcurit. Po të mos jetë shërbimi në Gjakovë desim të gjithë, thot një moshuar. Mbarojmë, situata mungesës së mjekëve në spitalin e Bajramcurit pranohet edhe nga vetë drejtori i këtij spitali, i cili rendit disa nga këto mungesa. U bën disa vite që ka mungesë mjekësh, sidomos kardiolog, pediatër, reanimator. Kemi kërkuar patronazhim nga Kuksi që të na vinë të paktën 2 herë në muaj, por si duket edhe Kuksi ka probleme, ka thënë Kujtim Rexha, drejtori i spitalit Bajramcuri. Nga ana tjetër, spitali Gjakovës, i cili ka jo vetëm stafin e nevojshëm me mjek dhe specialist, por edhe aparaturat që duhet të ketë një institucion i tillë, i cili ofron shërbim falas qytetarëve nga veriu i Shqipërisë, njësoj si banorëve të Gjakovës. Kemi afërsisht deri në 50 pacient ditor, të gjitha shërbimet i marrim edhe qytetarët e Shqipërisë, ka thënë Hilmi Shala, drejtori i spitalit të Gjakovës. Përveç banorëve të Bajramcurit dhe Hasit, drejt spitaleve të Gjakovës dhe Prizrenit nuk janë të paktë as banorët e Kuksit dhe fshatrave të tjerë në afërsitë kufirit, të cilët shkojnë për të marrë shërbim shëndetësor në mungesë të këtij shërbimi pranë qendrave tyre të banimit.